Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, kundër të tjera do të ndiqni. ODIHR publikon raportin përfundimtar për 11 maj, zgjedhjet ishin konkurruese për klima e polarizuar, qeveria përdori burimet e administratës. 4 të arrestuar për mos kallëzim krimi lidhur me vrasjen e 2 personave në Manës, të prangosurit ishin në lokalin ku ndodhi ngjarja e rëndë. Dënohen fëmijë që vranë dhe fshehën trupin e babait, burg për jetë për djalin e madh, dënime më të buta për vëllain, motrën dhe nënën e tij. Raporti përfundimtar i ODIHR për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nënvizon se ato ishin konkurruese, por sipas vëzhguesve të misionit, qeveria përdori burimet shtetërore, të cilat në disa raste u vu në dispozicion të partisë në pushtet. ODIHR ka lënë disa rekomandime që duhen përmbushur, por mes tyre nuk përmendet shitblerja e votës. 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, ODIHR publikoi raportin përfundimtar për procesin e 11 maj. Dokumenti prej 46 faqesh ruan konstatimet që vëzhguesit bën publike edhe një ditë pasi përfundoi procesi i votimit, duke theksuar se zgjedhjet parlamentare ishin konkurruese. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente, e votimi jashtë vendit u menaxhua mirë. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis të jetë polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta. Mungesa e mundësive të barabarta në zgjedhje është kritika më e fortë e vëzhguesve të ODIHR. Ata përmendin një sër vendimesh të qeverisë Rama, të cilat edhe pse formalisht ishin në përputhje me ligjin, patën efekt te një grup i caktuar votuesish gjatë fushatës zgjedhore, duke përmendur nga bonusi i pensionistëve tek falja e gjobave. ODIHR gjithashtu përmend aktivitete si Giro d'Italia apo prurimi i aeroportit të Vlorës, të cilat sipas vëzhguesve u shfryzuan në favor të imazhit të partisë në pushtet. Fusha e garës ishte pa barabartë, me partinë në pushtet që përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve shtetërore dhe ndikimit institucional, duke zbehur kufirin ndërmjet shtetit dhe partisë. Pati pretendime për presion ndaj në punësve të administratës publike, për raste intimidimi të mbështetësve të opozitës, si dhe keq përdorim të rrjeteve të patronazhistëve, çka bie ndesh me standardet ndërkombëtare. Çështje të tjera shqetësuese përfshin në raportimet për shitblerje votash, si dhe pretendime për ndikim të elementeve kriminal në zgjedhje në disa zona të vendit. Në fund të raportit, ODIHR ka vendosur 25 rekomandime për Parlamentin e Shqipërisë në mënyrë që zgjedhjet të arrijnë standarde më të larta. Ajo që bie në sy është se rekomandimet prioritare lidhen me depolitizimin e administratës zgjedhore, trajnimin e numëruesve dhe edukimin e zgjedhësve për votimin elektronik. Për të garantuar stabilitetin e administratës zgjedhore, duhet të shqyrtohet depolitizimi i procedurës së emërimit të administratës zgjedhore në nivelet më të ulta, si dhe kufizimi i zëvendësimeve arbitrare apo në momentet e fundit të antarëve të komisioneve, me qëllim sigurimin e trajnimit të duhur edhe në kohë për të gjithë antarët. Rekomandimi 5, 6 dhe 7 kërkon marrjen e masave kundër përdorimit burimeve shtetërore nga partia në pushtet në funksion të zgjedhjeve. Por ajo që bie në sy në këtë raport është se nuk ka më rekomandim për të luftuar shitblerjen e votës, i cili ka qenë tek 3 rekomandimet e para në zgjedhjet e vitit 2017, në zgjedhjet e vitit 2021 dhe në zgjedhjet për pushtetin vendor të vitit 2023. Sali Berisha përshëndeti raportin e OSB-e ODIHR duke thënë se ai reflekton të gjitha pretendimet e opozitës për 11 majin. Sipas liderit demokrat, dokumenti faktoi përdorimin e aseteve shtetërore, friksimin e nëpunësve të administratës si dhe angazhimin e patronazhistëve. Pas publikimit në media të raportit përfundimtar të ODIHR-it, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi para gazetarëve se ky raport fakton se në 11 maj u shkelën parimet themelore të zgjedhjeve. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se vëzhguesit e ODIHR-it faktuan pretendimet e opozitës se zgjedhjet parlamentare ishin fars. Angazhimi të gjitha resurseve të administratës një lloj si parti shtet. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Vetëm ky moment është i mjaftueshëm ky element për të gjithë ata që kanë kulturën minimale elektorale, për të kuptuar që zgjedhjet ishin një farsë. Në kushtet e partisë shtet, kur
nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç së farsë. Berisha citoi pjesë të raportit ku flitet për presionin mbi punonjësit e shtetit, vërejtje këto të cilat sipas tij faktojnë se nuk pati zgjedhje në 11 maj. Faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punonjësit e administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Aty faktohet se janë përdorur bonuse për votën, dhurat për votën 100 euro, pensionistët. Sipas Berishës, tashmë që vëzhguesit ndërkombëtarë thanë fjalën e tyre, u takojnë qytetarëve shqiptar të ngrihen në protestë për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Kryetari i Partisë Demokratike solli në vëmendje se vetëm përpjekjet e opozitës dhe qytetarëve mund ta detyrojnë kryeministrin Edi Rama të largohet. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijohet vetë, po se imponohet vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. Kjo, qeverinë teknike, ne kërkojmë, por të jemi të sigurt se pa zërin tonë të fuqishëm në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, ajo nuk krijohet. Dhe ne do të ngrihemi, dhe do ngrihemi. Kjo nuk ka diskutim. 4 persona janë arrestuar në akuzën e mos kallëzimit të krimit për ngjarjen që ndodhi në një lokal në Mans mëngjesin e të mërkurës. Ata kanë parë skemën e krimit nga debati për mungesën e kafes e deri tek shkëmbimi i zjarrit që shkaktoi 2 viktima. Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku 2 persona u vranë për shkak të kërkesës për një kafe, policia ka vënë në pranga 4 persona, të gjithë të akuzuar për mos kallëzim krimi. Në pranga e ranë, Ergi Kadiu, 25 vjeç, Eral Cani, 21 vjeç, si dhe 2 vëllezëri Taulan dhe Emirian Beqja, 37 dhe 34 vjeç. Ndërkohë që në kërkim përveç autorit të vrasjes së Flori Paluçi, Daniel Pepa, është shpallur edhe një 30 vjeçar me akuzat e armbajtjes pa leje, mos kallëzim krimi dhe përkrahje autorit të krimit. Sipas policisë, 21 vjeçari Daniel Pepa ka hyrë në lokal dhe ka debatuar me kamarierin e më pas me Flori Paluçin që shoqërohen nga disa të tjerë, ndër të cilët edhe Eral Cani arrestuar për mos kallëzim krimi. Pepa debatoi pasi kërkoi kafe, ndërsa kamarieri Alteu Pepa i tha se ekspresi ishte i fikur. Pas konfliktit verbal, Danieli është larguar me automjet dhe më pas është kthyer bashkë me Ergi Kadiun dhe Aranit Kurtin. Teksa ata kanë tentuar të hynë sërish në lokal, ka dalë Flori Paluçi dhe ka qelluar me armë zjarri. Në këtë moment, Daniel Pepa ka qelluar me armë zjarri në drejtim të Paluçi duke e plagosur, ndërsa Aranit Kurti e ka qelluar me grushten në fytyrë. Paluçi, sipas policisë, ka qelluar ndaj të dyve. Nga plumbat mbeten të vrarë Aranit Kurti që u qellua nga Paluçi, ndërsa ky i fundit u vra nga Daniel Pepa. 21 vjeçari i shpallur në kërkim akuzohet për vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 2 të mëngjesit të së mërkurës në një lokal në afërsi të një pike karburanti në Mans. Të dhënat zyrtare të policisë tregojnë se të paktën çdo ditë arrestohet një person me armë pa leje. Pjesa më e madhe e tyre janë kapur duke lëvizur në ambiente publike e duke u bërë rrezik potencial për krime të rënda, si kundër ndodhje dhe ditë më parë në Durrës. Të refuzosh që të shërbesh një kafe apo të ndezësh dritat e gjata të makinës, ka treguar se në Shqipëri jeta dhe vdekja janë shumë afër njëra tjetrës. Shqetësuese është fakti se mjafton që një debat për këto arsye banale që gjakrat të ndizen dhe të prodhohen masakra me viktima. Siguria publike duket të cenuar pikërisht për faktin se njerëz problematik qarkullojnë të armatosur ditë e natë. Këtë fakte dëshmojnë dhe shifrat e policisë, ku nga janari deri më tani janë sekuestruar rreth 506 armë zjarri të llojeve të ndryshme, kryesisht pistoleta, kalashnikov, armë të modeleve të vjetra apo dhe nga ato më të sofistikuara të viteve të fundit. Blut kanë arrestuar afër 600 persona për këtë vit, të akuzuar për armbajtje pa leje, e mbi 600 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë, ndërkohë që në kërkim janë afër 70 persona të tjerë. Ndonë se deri në vitin 2020 problem kanë qenë armet e marra nga depot e ushtrisë në vitin 1997, vitet e fundet trafiku ndërkombëtar i armëve zgjeruar. Shumë operacione kundër këtij trafiku nxorren në skem grupe kriminale që marrin armë nga Evropa dhe më pas përmes Kosovës i sillnin në Shqipëri, armë që kanë rezultuar të prodhimeve të reja dhe të sofistikuara me silenciatore të tjerë.
Referuar të dhënave zyrtare edhe në vitin 2024 është paraqitur e njëjta situatë problematike, konkretisht me 644 armë zjarri të sekuestruara dhe 701 persona të prangosur. Kodi penal parashikon dënimin deri në 7 vite burg për armbajtje pa leje. Djali i madh i familjes Meta nga Durrësi është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e babait të tij. Gjykata vendosi të lorë në qeli për disa vite dhe vëllain e vogël, motrën dhe nënën e tyre që bashkëpunuan në fshehjen e trupit të pajet. Gjykata e Durrësit ka dhënë vendimin për 3 fëmijët e Pollum Metës, si vrarë me armëzjarri nga familja e tij në shkurt të vitit të kaluar në Shën Avlash të Durrësit. Treshja e trupit gjykuese drejtuar nga Xhevdet Lika ka vendosur dënim me burg për jetë për djalin e madh të viktimës, Hysen Meta, kurse vajza Hygerta Meta është dënuar me 8 vite heqje lirie. Me 5 vite burg është dënuar djali i vogël i familjes Amarildo Meta, ndërsa bashkëshortja e Pollum Metës, Blerina Meta, me 3 vite heqje lirie. Gjatë kohës që është dhënë vendimi i pranishëm në sallë ka qenë vetëm Amarildo Meta, në ndryshim nga prokuroria e cila në pretencën e saj kërkoi dënimin e vajzës me 30 vite, gjykata vlerësoi se Hygerta nuk është fajtore për veprën penale të vrasjes, por vetëm për veprimet që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe fshehja dhe azhësimi i kufomës. Mbrojtja ka kundërshtuar vendimin duke thënë se do të apelojë në një shkallë më të lartë gjykimi. Shqiponja Meta, avokatja e 2 vëllezërve, tha se priste një dënim më të butë për Hysen Metën. Ai është një djalë i ri, në kohën që ka kryer krimin ka qenë vetëm 24 vjeç, në kushtet e një dhune verbale që nga dita që ka lindur e deri ditën që ka realizuar vrasjen, ne kemi kërkuar dhe ndryshimin e kualifikimit ligjor duke u dënuar për një tjetër vepër penale që është ajo e tronditjes psiqike, pasi ai vërtet ka qenë tronditur në momentin që e ka kryer, i ka drejtuar gjykatës një letër ku i kërkon ndjesë dhe mos prezenca e tij ka qenë vetëm për shkak se ka vrarë babain dhe nuk mund të përballet me një situatë vështirë. Avokati tjetër që mbronte Hygertën e ka pritur vendimin e dhënë për të, e cila në total për 2 vepra penale u dënua me 8 vite heqje lirie. Vendimi i gjykatës përgjithsisht të drejtë sa i përket të pandehurës Hygerta Meta, konkretisht me atë që ishte qëndrimi ynë gjatë gjithë hetimit dhe gjykimit, pra fakti që kundërshtuam bashkëpunimin në kryen e veprës penale 79C, për pjesën tjetër është një vendim që duhet parë në lidhje me hapat e mëtejshme. Ngjarja e rëndë ndodhi në 10 shkurt 2024 kur Pollum Meta u qellua me armë zjarri brenda shtëpisë nga djali i tij i madh Hysen Meta pas debateve familjare dhe më pas në bashkëpunim me pjesëtarët e tjerë të familjes, trupin e groposën në kastollën e bagëtive. Numri të interesuarve për të përfituar nga paketa e maleve ka arritur në 4.000, por ende nuk ka harta të sakta për zonat me potencial investimi. Lidhur me këto vonesa, kryeministri Edi Rama ka lëshuar kritika ndaj disa bashkive që kanë vonuar procesin. Kryeministri Edi Rama apriti me kritika kryebashkiakët të vendit që nuk kanë dorëzuar hartat me zonat prioritare ku mund të zhvillohet paketa e maleve. Gjatë një takimi me ta, kreu i qeverisë u shpreh se drejtuesit e bashkive nuk mund të tregohen neglizhent, pasi qytetarët kanë treguar interes për të investuar. Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë dhe përballen me burokraci dhe përballen me vonesa me muaj të tërë kur ky instrument pritej prej jush dhe pritej prej qytetarëve me vite të tëra. Me batuta, nuk toleroi as kryebashkiakët e djathtë, teksa kërkoi një task force që do të piketojë zonat ku mund të investohet. Dhe jo vetëm që duhet bërë urgjent harta, por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe t'i rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit. Në këtë rast, edhe me Maliaj, edhe Fusharzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjell gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë, se po të kishin sjell ata pastaj do ishte problem i madh, po as ata nuk kanë sjell gjë, që tregon që si majtas si djathtas, kur shqiptarët flenë gjumë. Përsëriti sërish se me anë të paketës së maleve, qytetarët që më herët nuk kanë pasur tapit e tokave të tyre, do të kenë lehtësi në marrjen e dokumenteve. I jep mundësinë atij që e ka tokën, që të vijë në bashki dhe thot, unë dua të ndërtoj këtu një agroturizëm, dua të ndërtoj këtu një fermë.
Sipas të dhënave, numri i qytetarëve të interesuar për të përfituar nga paketa e maleve deri më tani ka shkuar në 4.000. Në ditën e 9 të grevës së urisë të punonjësve të Bankers Petroleum, gjendja shëndetësore e 3 prej tyre është përkeqësuar. Dorian Dylmishi, Dritan Rapushi dhe Eduard Selami kanë shfaqur probleme me luhatit të tensionit dhe kanë marrë trajtim mjekësor me injeksion, ndërsa Eduard Selami në gjendje më të rënduar është transportuar drejt spitalit rajonal në Fier për ndihmë të specializuar. Kreu i sindikatës Dritan Shahu ka pohuar se pavarësisht situatës së krijuar, greva do të vazhdojë. Nga ana tjetër, kompania Bankers Petroleum vijon me të njëjta deklarata që nuk ofrojnë asnjë zgjidhje për punonjësit që kërkojnë rritje page dhe kushte më të mira pune. Gjashtë kilometrat e para të autostradës Tiranë-Durrës do të hapen për qarkullim në muajin dhjetor. Sipas zëvendës kryeministres Belinda Balloku, ritmi i punimeve për zgjerimin e autostradës në 2 fazat e para ka qenë i mirë. Tashmë autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para nga Kaza Italia deri te mbikalimi i Kasharit kthehet në një autostradë tipit A me kuror 32.5 metra gjerësi. Do të ketë 3 kursi në secilin krah plus një kursi emergjence, pra 4 kursi gjithsej për secilin drejtim, u shpreh Balloku. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Gentian Gjyli shtoi se po punohet edhe për ndriçimin dhe gjelbërimin e objektit. Siç e thamë në këtë lot, punimet kanë kaluar 80%. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.